Shumë e nderuar familje e akademik Nejat Dacit, i nderuar kryetari i kuvendit, kryeministër i vendit, president Sejdiu, të nderuar përfaqësues të institucioneve, lider të partive politike, ministra, deputet, familjar të akademik Nejat Dacit, akademik, koleg, miq dhe bashkëqytetar. Sot jemi mbledhur për ta nderuar jetën dhe veprën e një njeriu që i përket kategorisë njerëzve për cilët historia flet me respekt të jashtëzakonshëm. Jemi mbledhur për t'ia thënë lamtumirën akademik Nejat Dacit, burr shtetas, dietar dhe intelektual i përkushtuar. Me dije të thellë, integritet personal dhe përkushtim të palëkundur, ai i shërbeu Kosovës si kryetar kuvendi, ushtrues detyre i presidentit, deputet, akademik dhe drejtues i institucioneve shkencore, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe në zhvillimin e mendimit shkencor në vendin tonë. Në historinë e kombeve ka njerëz që shfaqen në kohë të qeta dhe ka njerëz që formsohen në kohë të vështira. Akademik Nejat Daci i përkiste kësaj të dytës. Në periudhat më të rënda për popullin tonë, ai u rreshtua me vendosmëri në shërbim të kauzës për liri dhe pavarësi, duke qenë bashkëpunëtor i afërt i presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova në këtë kauzë. Në atë epokë kur mençuria ishte po aq e nevojshme sa edhe guximi, ai zgjodhi rrugën e urtësisë, të vizionit afatgjatë dhe të përgjegjësisë shtetërore. Nuk e shihte politikën si përplasje të përditshme, por si proces të ndërtimit të themeleve të shtetit me durim. Kontributi i tij në formimin e institucioneve të Kosovës ishte i qetë, por i thellë. Si kryetar kuvendi, ai e kuptonte se demokracia nuk ishte vetëm procedurë, por ishte edhe kulturë. Nuk ishte vetëm rregull, por edhe respekt. Ai besonte në dialog, në ligj, në argument dhe në forcën e institucioneve që e mbjetojnë secilin individ. Kjo ishte filozofia e tij shtetformuese. Si një qëndrestar i vërtet që ishte, ai asnjëherë në angazhimin e tij nuk pranoi kompromise në dëm të Kosovës. Akademik Nejat Daci nuk ishte vetëm një burr shtetas. Ai ishte edhe një mendje akademike e pashoq, një njeri i dijes që e shihte shkencën si urë ndërmjet kulturave e si hapësirë bashkëpunimi. Profili i tij ishte thellësisht i hapur ndaj ideve, respektues gjithnjë ndaj dallimeve dhe i bindur se shoqëritë përparojnë kur dia nuk njeh as kufi gjusor, as ideologjik e as etnik. Ai e kuptonte se Kosova, për të qenë e fortë, duhet të jetë e ditur, e hapur dhe e lidhur me botën e me miq. Në kohën kur politika nuk ishte thjesht garë pushteti, por mjeti i vetëm nëpërmjet cilit luftohej për të drejta, për liri dhe për vetë ekzistencën tonë si shtet e si popull, roli i intelektualit merrte një peshë të jashtëzakonshme historike. Akademik Nejat Daci i përkiste atij brezi mendimtarësh që e kuptuan se heshtja e dijes në momente vendimtare është një formë dorëzimi. Prandaj ai asnjëherë nuk heshti. Ai e solli mendjen e akademikut në politik jo për ta politizuar dijen, por për ta fisnikruar politikën. Dhe pikrisht këtë e arriti nëpërmjet angazhimit të tij fisnik në politik. Në procesin e rezistencës paqësore, të arritjes së lirisë dhe shtetëndërtimit, ai dëshmoi se intelektuali ka për detyrë të mos qëndrojë në distancë komode nga realiteti, por të marrë përgjegjësi dhe ta vërë autoritetin e tij në shërbim të interesit të përgjithshëm. Akademik Daci e bashkëdyzoi profilin e tij poliedrik si profesor, shkencëtar, akademik dhe burr shteti, duke vënë secilin dimension të tij në funksion të dobisë për popullin dhe për shtetin. Ai dëshmoi se kur dia udhëheqet nga ndërgjegja dhe pushteti nga arsyeja, politika mund të bëhet akt shërbimi dhe jo dominimi. Kjo është trashëgimia e tij më e thellë dhe dëshmi se liria nuk fitohet pa mendje të kthjellta dhe se shteti ndërtohet
edhe me dije dhe se populli mbrohet më mirë kur fati I tij udhëhiqet nga njerëz që dinë të mendojnë përtej ditës e përtej vetvetes. Në këtë kuptim, e gjithë jeta e tij ishte një shembull I vërtet. Nga se madhështia e njeriut gjithnjë matet me gjurmët që lëm pas. Akademiku ynë iku në përjetësi, por la gjurmë të pashlyeshme në krijimin e institucioneve tona të lira e demokratike, në mendimin shkencor që e kultivoj, në kulturën politike të cilën e përfaqësoj dhe mbi të gjitha në shembullin njerëzor që e la pas. Sot, kur e përcjellim në amshim, nuk po I themi lam të mirë vetëm një njeriu, por një epoke të maturisë, të dijes dhe të përgjegjësisë publike, të cilën na la pas si shembull për ta ndjekur. Dhimbja është e madhe për familjen, për miqt dhe për bashkëpunëtorët, por po aq sa është I madh edhe obligimi ynë që ta ruajmë dhe ta vazhdojmë trashëgiminë e tij, trashëgiminë e shtetit ligjor, të mendimit të lirë, si dhe të respektit për dijen, me besimin se Kosova forcohet gjithnjë e më shumë me punë dhe me vizion afatgjatë. U pret në paqe në dheun e Kosovës së lirë dhe qoftë I përjetshëm kujtimi për akademik Nejat Dacin. Ju falenderoj.